Banorët e Postribës janë paraqitur para gjykatës administrative në Tiranë ku kanë kërkuar ndërhyrjen urgjente të institucioneve shtetërore. Sipas tyre, gurorja që operon në zonë po ndot ujin e pishëm dhe po rrezikon shëndetin e qindra familjeve. Tu jena para gjykatës administrative të Tiranës, ku mendojmë që dalim drejtësia. Një vit ka që vim tu, në analoj, marrë pogonin, me ka 250.000-300.000 lekë. Për me pagu më me punë njërë si jekëm nga puna, nuk në nepet e drejta. Popli ashtu u helmue prej ujit papishim, ranimit pejguroreve, kanalet vadice si kanë shkatrue, plundat, gjitha. Në mbështetje të komunitetit ishte i pranishëm edhe ambientalisti i njohur Sazan Guri, i cili u bëri thirrje autoriteteve të marrin masa të menjëhershme për të garantuar sigurinë mjedisore dhe shëndetin e banorëve. Pijen ujë të ndodhur. Gjoj gjë ju merret e drejta e pronës, ju merret e drejta për jetuar, ju merret e drejta e fëmijëve, ju merret e drejta e bujqisë, e drejta e blegtorisë. Të gjitha ju merren qytetarë për çfarë për të ndajtur një biznes që është drejtim të gabuar. Firma mori leje në vitin 2017 për punimet sipas protestuesve kanë shkaktuar dëmtime në burimin e ujit të pishëm të zonës. Banorët thonë se i kanë dërguar shkresa të gjitha institucioneve lokale dhe atyre qendrore, e megjithatë puna në gurore vazhdon.